Danili, nën kryetari veteranëve, komandanti I brigadës, Bajrami, motoristat, ordani që një lullat. Ahmet, gjithi. Familja, vëndër të lullet. Atëherë, sa jemi të bukur për të ndëruar në sporin dhe veprën e tina. 1 minutë ndërim. Davdi. Nëse kryetari I komunës për momentin nuk gjinte ose rreth të sportit shtoi në kryetarin Fatih Loshi se drejton në të komunës. Kryetari Farendies, familja e Smurit, shoqatët e dorë, kryetari I shoqatave, në gjithë ju bashkëpunëtor, pjesëmarrës të tjerë, unë kanë dhënë në emër të komunës se jemi bashkë me familjen, bashkë me ju, janë momente të njëjta dhimbjes, të njëjta skenarisë, që na bujnë me ju ka pak edhe emocione, po duhet shumë kujtimin, duhet shumë lavdim, respektin për ta. E dim se ka përvjetër për në zonë ju ku të për mira, ju më në atë unitetin edhe respektin që meritojnë dhe të veterantës e cila kategori që ka dalë për luftës, nuk për në gjenë komplet në gjithë bashkëtar tjerë, por shpresojmë që shumë shpejt kemi këty të vlera, kemi këty të respekt, familjen dhe ruar familje që në kene rohë të shurë, lavdiju shumë gjithë dhe shurë e vëtanë në të gjejë. Atëherë të vjesë të përshëndet të kryetarin e veteranëve tonë, Kristin Shabanit, në kryetarin e komunës Loshin, komandantin e brigadës të Atëherë Kristin Shabani, komandantin e Simi Graniti, kryetarin e veteranëve tjotës të Degës Skënderaj Vendjadin, vendjadin e Mahë, babajnë e Dëshmorit I Dirmëtur, Pasin Arejq, Bajramin, kryetarin e motorisëve dhe motoristin tonin. Atëherë këta dhe tërsej ishte një qëllën në.
shumë, kemi obligimin që kemi në të punën edhe të kuptojmë në moment që kërë gjithë bashkëtarët në shtë moment i tresket edhe si i dhjetë dhëtë vetë të dhe në historinë grupës në shqyrë që në mësërës edhe të vetë historisht në qëratën. Në të rast është zakonisht mirë me folë protagonist të cilët kanë qenë në këtë ngjarje. Ju e dini mirë, sidomos bashkëtarët, se një nga pikat më të mëdha që ndërkombëtarisht është shkollë si e tillë, ka qenë ajo kiosk rrugor, domethënë klinë dhe duke pas parasysh plafonat, numrin e ushtarëve, potencialin që e kanë pasur ushtarët atëherë, është një nga luftimet më të fuqishme që i ndodhe atë periudhë dhe rënja e Muhamedit dhe plagosja e shumë bashkëtarëve të tjerë tregon nga rezistencën e fuqishme që u bën nga ushtria shqiptare. Kanë qenë vetëm pak detë pas lufte, kur një fëmijë ishte në Glareva aty dhe nala kerën e morë dhe pyeta se ku po shkon deri në Kik. Pyetjen e kerë dhe ndoshta një pyetje për mua është jo e zakonshme po e veta, thash ku ki babin? Apo ku të puna babit? Tha jo mu babit për mu ka vranë luftë. Edhe në veta një platforme jo në pozita është mirë, që t'ja bëja të pyetje një mirë, por së di thëmë ati djali, se sot ajo është burnu, ka familje, se baba e ti ka ra heroikisht ashtu si që ka pas hije. Nuk u vra as 5 metra, as 10, as 100 metra larg pozicionit, po ka ra vetëm 3 metra në, domethënë afër rrugës, në pozicionin ku aja ka ndërtue për me bo rezistencë edhe me luftim. Unë kisha arsish të luftimi që kisë në pjesën tonë, u takoha në Rigjev në Mujen, në Ilas Selimin, i Beshrasin, ka mujtë që në ndonjë luftetar tjetër, po kemi arë krahës kolonës që ka arë sajt ka kalu, kemi arë e në këtë rrugën tjetër, edhe e kom pa dhe gjakin edhe vendin se ku ka ra Muhameti, dërsa Muja kërkoj që dilet edhe në pozicionet tjera, ku thonë se u dishën në kërët, edhe ajo barikot që i shkohë tu, prej burve, kishtë mbetur vetëm zhava. Lavdije përjetshme Muhameti dhe gjithë bashkëtarëve, të cilët kanë mëndere, kanë krye obligimin të gjithësin që kanë postë nga tu. Përshëndetje gjallë certifikatet që të të pora me Mehmet Hahodin, Recep Fontinën dhe Ahmet Fontinën. Kjo së të tjallë? Kjo që komandon që? Okej. Atëherë, pa dhe ishte u ku këtëj komandantën e njësit i graniti Agent Fontinën dhe në fjallë. Të ndëruara dhe shumë restitutorët, familja e dëshmorit Mehmet Hoxhaj, të ndëruar kryetar i veteranëve Nisë Qendrore, Nisë Shtati, përfaqësues të vendit komunal, Fadil Bashi, komandantin e brigadës 113 kartuqit, familjet dëshmorëve, veteranë, invalid, gjithë ju bashkë luftëtarë. Një falënderim i veçantë shkon për ekipin e motoristëve, se asnjëherë nuk po na munguin. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve që keni gjetur kohë dhe keni ardhur në ndakët moment më ne. Pro jemi sot këtu pas 28 viteve, ku në këtë vend ka ra heroi Mehmet Hoxhaj. Këtu është zhvilluar një luftë vërtet me shumë të drejtë është quajtur epopeja e punës së qendrës. Ramja e Mehmet Hoxhës është një model se si duhet
të njohet për atë vëllëve që tipët I jeta në Muhammed Hoxha. Është një model. Flasësh për dëshmorët, është një ndjenjë krenarie, dhimbje dhe përgjegjësi. Përgjegjësi sepse sado që flasim, sado që shkruajmë, para aktit tyre heroik është pak. Jo li dalin të vdekta dhe mund të dalin në fakt. Të flasit për Muhammed Hoxhën dhe familjen e tij, kem shumë s'kam bul, sepse ka një bagazh, një aktivitet për çështje shqiptare dhe për gjeritje. Në familjen e Muhammed Hoxhës ka burgosur politik, Allahu I madh I Muhamedit, Sedit, I burgosur me vite, të vrarë, babajnë, Seferin dhe Migjen Zënelin, vëllau I vogël Valdeti, ka lënë përëndimin, familjen, shokët, lukës në tjede ka ardhë, nuk ka bashkangjit të Shtrisë Vendore të Kosovës, e ka prini I obligim me nderë, dhe fillë natyr të prapë, ka ofru dhe në trajtën jashtë. Qysh me fillim, kur është vendosë që të blokohet magjistrali, arterja kryesore që kishin serbet, kemi dalë këtu me Muj Krasniqi dhe Betim Berishën, me Abel, kemi takut që këtu vendosën. Pikën të cilën e ka zgjedh vetë, heroi Muhammed Hoxha, dhe të gjithë nuk jemi faqillatën e asmuja atë dekimi, sepse ishte një pozicion shumë I rrezikshëm, me rrezik lartë. Film buzë të rrugës. Mirë po, Muhamedi ishte kategorik. Se këtu ku vendos, jam betim dhe këtu do të qëndroj dhe nuk do t'i lejoj forcat serbe kalojnë këtë pjesë përveç pasit të vdekjes. Dhe përti pas vdekjes tina kanë kaluar dhe ato një më shkurtë të prapë kanë dhënë që Muj Krasniqi I ka rivendosur Prandaj ne për çdo përjetor, edhe këtu, edhe në përjetore tjera, shkojmë të vendosim lule, flasim, shkruajmë, po këta dëshmorët nuk kanë nevojë për neve, thënë për ne, që ne të kujtojmë të kalurën. Duke përkujtuar dëshmorët, e përkujtojmë kalurën tonë, e përkujtojmë luftën çlirimtare, të Shtrisë Vendore të Kosovës, dhe përkujtimi më I mirë për dëshmorët është amaneti tyne, që ka kanë rënë, që ne të forcojmë këtë shtetë institucionet tona, për çka ata kanë rënë. Prandaj lavdi herojt Muhammed Hoxhait, lavdi gjithë dëshmorëve, dhe respekt për familjen Hoxha. Faleminderit. Atëherë pa hubën modë të kapitalit të dëshmorit regionin të shëndet. Adrian, Adrian. Përshëndetje për të gjithë, faleminderit që keni gjithë punë orë sot. Nuk e s'kam çka gjatë, prezenca ju e dëshmon që sakrifica për liri është pagu shumë shtrejt, lavdi gjithë dëshmon. Faleminderit. Edhe në kapitatin të këto gjëra të morën pjesë të forcave të Draguçë, atë na prezën në disa fuqie. Faleminderit. A morën një foto tonë të sajim. O, komandant Gjavit Alia, komandant Smal, Një planit të ramushim kone Aziri, se unë Si e ndërru? Mirë. Po lodhja fajnë. Susirez, bil që ty me qëta bura e në që tu
Të kënë të lajë. Mona e faqë të një nacion. Po, pashtar të malisht. Të minutë. Daher sitter så mycket mer. Det var dit. Oui. Je ska in. Allez vite. Ja, vite. Så. Allez vite. Jag tror att det var något annat. Dia di Puri, kemudian sebudini, kemudian ini sih, jalan berlalu ke Sol, dia di Aí, sekali. Davdi desmo, Davdi Aí, meta sodor. Quello se può mettere nel gioco chiamo di ora. Ora di giuria di ora. Që ti lullën, kujtori komunës dhe organizatat edhe në motoristat. Dhe me sotën e vetë, normal. Mirë, kujtori zëtë. Mandon. Ja, pa dy fëmija të si lutë, që djohët. Që djohët. Ja, që para. Kush ko tjetër? Motoristat. Qëllimtar, vini dhe! Në nderim të dëshmorit, Çandër, dëra! Lavdi! Atëherë në ato tri organizatat do nga lufta të fjalën e kombati e Halidi Dosh. Të nderuar pranishëm, faleminderit që gjetët ku sot të jeni këtu për ta nderuar jetën dhe veprën e heroit Muhamet Haxhaj dhe gjithashtu për ta nderuar dhe familjen. Faleminderit të gjithëve, lavdi dëshmorit, krenari familjes. Lavdi! Atëherë falenderojmë edhe kryetorin si gjithë kohën në orë, dhe në Nerezin, kryesuesin e kuvendit, komandantën e brigadës, kryetorin e veteranëve, kryetorët e degëve, drenasit të gjithë shkollës që janë. Faleminderit të gjithëve që keni gjithë kohën në orë, ata që kanë kohë për këti kanë i kohë, i ftuar të familjarët të Shiri Haxhës. Faleminderit gjithëve. Hajde,